Një moment shumë interesant po ndodhe në shtëpinë e Big Brotherit. Në fakt, loja kishte lezet për pak adrenalin, për pak dashuri, për pak buzëqeshje. Çfarë ka bërë Jozi dhe Gjesti? Kanë marrur ca jastiqe, edhe kanë filluar të godasin Danjën, kanë filluar të godasin dhe Eglin. Eglit i pëlqente ky momenti që Gjesti po e ngacmonte dhe u mundua që të bie në sy. Teksa po i binte Gjesti me jastik, Egli nuk arrin dot ta menaxhon situatën dhe haron që kamerat janë aty. Gjesti dhe Egli po qeshnin dhe po argëtoheshin, ndërsa Egli u çua që gjasme ta godet Gjestin sepse kishte bërë një moment shumë dramatik. Loja nuk mbeti me aq, domethënë Gjesti mundohej që të afrohet me Eglin në çdo mënyrë. Gjesti e goditi dhe Laertin, por njëkohësisht e goditi dhe Valbonan. Valbona mori ujtin për të lagur Gjestin edhe Jozin, edhe domethënë vazhdoi që t'i lagën. Tani Gjesti ka marrë ujtin, po lagën të gjithë, ku në këtë rast po lagën edhe Eglin dhe Laertin. Laerti e përjetoi shumë keq këtë pjesën, edhe u acarua shumë saqë e theu komplet atë pjesën e lori kafe. Si e shikoni ju formën që Gjesti mundohet të lidhet me Eglin, por edhe Egli nuk e neglizhon Gjestin në këtë rast?